në fakt bëhet fjalë për 6 ndërhyrje, pra në 6 emaile të prokurorëve të SPAK-ut. Prokurorët e SPAK-ut nëpërmjet emaileve të hapura me emër konkret të tyre, është një sistem i vendosur nga amerikanët, shumë i sigurt dhe shumë fleksibël, komunikojnë dhe mbajnë aty dhe shkëmbejnë materiale hetimore, që ka dhe materiale të rëndësishme. Për momentin nuk dihet numri i faqeve të materialeve të hakeruara. Dihet vetëm numri i prokurorëve që janë prekur, pra emailet që janë prekur. Po tetohet nga SPAK-u. Sa janë prokurorët e prekur? 6. 6. Dihen emrat e tyre? Dihen. Mund të thuan? Jo, s'mund t'i them. Nuk mund të thuan. Është e vërtet që Dumani kanë gjenë një njoftim që thotë që unë s'jam nga ata. Është përpjekur edhe emaili i të hakeroj, por nuk e kanë dalë. Dumani nuk e kanë nxjerrë këtë. Në versionin zyrtar nuk kanë nxjerrë as numrin e prokurorëve sa janë prekur, kanë nxjerrë vetëm 3 emra për cilat është edhe emaili kryetarit SPAK-ut është tentuar pjesë të zyrtare. Nuk përjashtohet mundësia, që ka patur një sistem që thyen passwordet e emaileve, duke përsëritur dhe duke provuar shumë herë. Pra, personat që kanë ekzekutuar hakerimin. Pra janë profesionista apo janë diletantë që ta Karamuça? Jo, është një sistem... Jo, Karamuça po thotë, ta dy janë diletantë, nuk mund të bëni një gjë kaq profesionale. Këta të dy nuk janë persona... Pra që janë kap të vërtetët. Pra, flasim për persona... Ka pat rol krejt tjetër, po... Flasim për persona IT, pra persona që njohin mirë sistemet kompjuterike dhe hakerimet kompjuterike. Flasim për një sistem i cili është një pajisje e cila thyen passwordet dhe kodet e emaileve duke tentuar disa herë ato, dhe është një aparatur për të cilën ka patur informacion nga shërbimet e huaja ndërkombëtare, të cilat operojnë në Shqipëri, se një pajisje e tillë ka hyrë në Shqipëri. Nuk mendon që mund të kenë vetë huajt që kanë bërë këtë? Jo, nuk besoj që janë të huajt në këtë histori. Po pse pra ashtu? Por unë besoj zhej, do ta tregoj edhe koha që këtu kemi bëjmë me një Watergate. Shteti përgjon shteti. Dolën emra të ish zyrtarëve, një ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili u përfol se ishte njëri nga personat me të cilët ka lidhje me 2 personat e arrestuar, dhe në ndjenin time, ky personazh i cili ka qenë njëri nga njerëzit më të besuar të qeverisë Rama. Dhe shumë gjatë drejtori i përgjithshëm me role të ndryshme. Shumë gjatë drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i AKU-s, por edhe në njësinë antikorrupsion në kryeministri, është njeriu i cili ka prej kohësh, drejton prej kohësh edhe një agjenci sigurimi, ose çfarë siguron, nuk e di. Informacion besuar. Private. Ajo që unë di dhe kam informacionet e mia, është fakti që numri i personave të përfshirë në këtë skandal është shumë herë më i madh nga ç'është flitet. Si mundet me logjik të thjesht një institucion që ka kërkuar miliona euro shtetit për të rritur nivelin e sigurisë, që ka futur sigurinë më të mirë, IT-t e nivelit izraelit, për sa i përket sigurisë dhe mbrojtjes tyre, kanë bërë tendera, çfarë s'kanë bërë, dhe bien në një sistem me një precedent, se kjo më bën akoma më përshtypje, me një precedent hakerimi buj në Shqipëri për sa i përket të dhënat dhe informacionet, me iranianët nga ana tjetër që ne i kemi gjatë gjithkohës në sulme të vazhdueshme kibernetike hakeruese nëpërmjet Akshit, bie kulla jone Babelit a quaj kështu, se për ne ajo është kulla Babelit nuk ka quaj kështu. Ndoshta kullës që e madhe, po kur ra ajo amerikane që me një grup sinjali u kapën do vëdhën sekretari për sigurinë kombëtare që nuk